Pas vërshimit të lumejve Seman dhe Vjoz gjatë javës së kaluar, tonelata me mbetje urbane dhe inerte pushtuan zonat bregdetare në Fier, duke detyruar autoritetet vendore të nisin një aksion të gjerë për pastrimin e tyre. Bëhet fjalë për tonelata me mbetje plastike, inerte dhe drusore të cilat janë zhvendosur gjatë rrjedhës së lumejve duke përfunduar në detin Adriatik në Darzez dhe Seman. Kryebashkiaku Armando Subashi thotë se duke qenë një hapësirë e madhe, pritet që aksioni të zgjasë disa ditë. Gjatë këtyre ditëve kemi bërë një inspektim të 2 zonave bregdetare. Këtu jemi në zonën e Darzezës ose në plazhin e Darzezës, ndërkohë që mbas kësaj do të vazhdojmë edhe në zonën e Semanit. Kemi bërë një plan masash për pastrimin e gjithë bregdetit, të paktën 15 ditë them që po, duke pas parasysh gjithë këto hapësira të mëdha. Vetëm ky plazh jemi këtu është rreth 8 kilometra. Përmbytjet që përfshin disa zona në Fier dhe Vlorë përgjatë rrjedhës së lumit Vjoz dhe Seman shkaktuan një pak probleme, duke lënë 10 hektar tokë të përmbytura dhe shumë baneza të dëmtuara.